emision të Bilbili, domethënë. Kjo ka qenë provokim tjetër, por... A, ka qenë provokim tjetër? Provokim tjetër. Po si Po duket? nuk krahasohet me provokimet që ja keni bërë ju, bollizim. Për shembull, cili provokim? Ju kam bërë shumë tek Allah që i ke thonë. Tek Allah që i ke thonë se përmend Allah diçka. Aty më prek shumë se po thonë që gjesti, domethënë. Po, i thash sepse ai momenti kur mori kryqin dhe hodhi dhe po nuk bën me fyfen tjetër. Tha atë shprehjen, e mora e sqarova, i thash atë shprehje thon kur bëjnë atë veprim e thon ekstremistët të cilët po ja, s'bën mja fen tjetrit, asnjë mënyrë. Dhe thon patjetër dhe ekstremistët e çdo lloj përkatësie fetare janë krejtësisht të padëshirueshëm. Po ndryshe për gjithë shikuesit falajt, ajeti nuk është kundra fesë islame, përkundra ajeti ka mbështetur gjithmonë. Po ti e di, te ty e kanë bërë atë deklaratë. Në emisionin tim Art Vasili ka thonë që unë i mbështes. Jo vetëm i mbështes, po kam thënë që ata janë shumë afër lutjes dhe pendesës, sepse ne harrojmë, domethënë ne ortodoksit kujtojmë një herë të dielën vetëm me vajt kish. Po ata shkojnë shumë herë. Jo vetëm jo shkojnë, po ata falen 5 herë në ditë. 5 herë në ditë. Ortodoksit vetëm kur shikojmë kalojmë nga kisha të bëjmë kryqin. Po gjatë ditës e harrojmë. Unë kisha pas shef, domethënë e kam bënë një surprizë speciale, domethënë një këngë për ty. Për Arborën. Jo, një këngë për ty e kam bënë. Lart Vasili meriton shumë më shumë, po unë jep ja Arborës të qetësohet pak se nuk e po vazhdoj kështu. Jam mundu tash me bënë një këngë edhe e ka këndu dikush. Ti do bësh këngë? Po. Te shkruson jam. A dëgjoj? Çfarë është kjo? Ti meriton një dashuri, ti meriton një elegji, e qameria meriton të quhet Shqipëri. Ti meriton një balbon o larti jo. Sa habav do të thot të dua, po ku ka më mirë se Shqip të thonë të dua. Lumi Valbon bashkon Alpet e Shqipëris, lartin e Valbon i bashkoftir i dashurise. Bravo, faleminderit shumë regjia, bravo. A të pëlqen? Teksti, muzika, orkestrimi, Sadri Meri. Sadri Meri, nga Koshia Show. Këndon Jorgo Papinqi. Jo, Jorgo Papinqi nuk këndonte, ishte orkestrimi. Po e di kështu që shtu. Teksti ishte, teksti Jorgo Papinqi, ishte teksti Jorgo Papinqi. Po ne po u munova me imituat. A të pëlqej teksti? Teksti më pëlqeu. Ti meriton një dashuri, ti meriton një elegji. Dhe çamëria duhet të quhet Shqipëria, ishte vargu që më pëlqeu më shumë. Po. Edhe Valbuna, Lumi Valbuni bashkon Alpet e Shqipërisë. Unë di që është nga vala e Drinit Bardh. Ç'është bashkëri kjo në kombon atë? Po, edhe deri në Vjos. Po, a? A ka pos kur jemi tek Valbuna, mendon që ka pos diçka, ndaj diçka në fshehsin ndërmjet Juzit edhe Valbunës lart? Jo, unë e kam thënë, unë nuk e njihja formatin dhe madje më mori edhe pak kohë derisa të mësoja se që aty ka pas shpesher rrengje të cilat janë marrë vesh me njëri tjetrin, po e kemi parë se është ndër dhoma e rrëfimit. Po jo, nuk besoj. Nuk besoj se ka pas, përveç se miqësisë të tyre ka pas diçka më tepër jashtë para se të hynin. Po leo bur Valbunë më që Arbora ka dhe Kosova kena femra të bukura. Shiko, unë do e them dhe njerë. Dhe ne duhet kuptojmë që këtu nga dishullin balkanik, një ndër e madhe ime do ishte kur në emisionin tënd këtu, unë do përpiqem të realizoj tani që kam dalë nga Big Brotheri, të cilja një përfaqësi arvanitasish, dhe të shikoni se ju se si ata me ne flasin të njëjtën gjuhë. Nga kjo, nga arvanitasit, që i bjet janë arbëresht e Greqis, arbërorët e Greqis më sakt, kur shikoj një femër të bukur në rrugë, në greqisht, thonë Dardane. Në greqisht e thonë kështu. Madje shprehja është... Në greqisht thonë Dardane? Ja, shprehja është kështu. Are Dardane. Kjo është shprehja. Ata se dim pse e thonë. E si do thot në greqisht të dua? Sagapo. Ose Sagapao. Sagapao. Dhe ne dim që Dardania... Ku është, do me thonë, Sagapao është bo ajo
me zonën Rebek nanën tua është bo shumë virale. E duan gjithë. Po mirë, Ku është ajo normali, për momentin? ka qenë kolonele, ha? Ku gjendet mamaja për momentin? Mamaja në Tiranë, është për momentin. Në do në Tiranë, në shtëpi, ku do jetë. A nuk Tiranë është do jetë. Greqia? Mamaja? Po. Jo, mamaja do votoj në datën 11, Edhe mandej do do ikja? kryej detyrimin e saj si qytetare e Shqipërisë dhe pastaj do t'ikë. Alzohet kështu më të po domethënë me femra kështu, i rrethum? Nuk është se gëzohet shumë, po dëgjoj. Ka një detaj të mrekullueshëm me të gjitha. Çfarë me të gjitha? Do të thonë me këto 2-3 ish të dashurat e mia që kam pasur, 2-3 të mauna dhe mund pas ke pas. 2 ose 3. unë zbuloj gjithmonë që mamaja ngelet shoqe. Me to, flasin në telefon pa fund dhe më shajnë të dyja. Edhe pasi jam darun. Më kupton? E Valbona i ka pëlqyer lart. Më duke se kanë folur një herë bashkë, po se nuk ma thotë, si jam i sigurt. A i ka pëlqy? Po, ai ka pëlqyer. Qa të them unë tani? Shiko, kam përshtyme do i ke pëlqy nga sytë, se do më thënë nga që është vetë kështu me sy si... Për këshore Arbora, i ka sy si të Valbonës ajo? Pak më të mirë. Ato e ka Këshire pas dhe, mama ofër dhe do ditë ma shumë ka qëndru me të, ke pas ko gjani raport Jo, tapër. do ditë më shumë, se me ty 20 minuta kam. Me mu, jo se jo, po me atë ke pas... Qa kam po 20 minuta, do i marketingit Paka shumë. Ma kujtu. Paka shumë janë 20 minuta që ka hyrë Arbora. Po, që ka hyrë Thjesht Arbora? sigur, po 23. Dhe më për 1 sekunda, ta? Por mua duhet jenë diku 23 minuta, do e vërtetosh. Po, i pas këtë Që kur ka gjashme hyrë me Arbora. Arborën, sekundat dhe minutat. Po, shiko, A kaluan shpejt? Ha të dhim ti? shumë shpejt kanë pak në fillim. Në fillim fare, ha? Dëgjoj, Dardania gjithmonë kanë nxjerrë vajza shumë të bukura dhe nuk është rastësore që Teuta i përket i këtyre visave. Pra, kështu që. Po qka nëse, dhe me thonë, qka thu kishë bono na jute me pas po këtë emision sonte? Qka kishë si dhe të veprante, zonja Rebek? Shiko, djo, para nënës jemi gjithmonë fëmijë, edhe po të kesh shkuar 51, sa jam unë. Se edhe po doja ta fshihja moshën tani më thanë. E pse u emocionova shumë në kuriri ajo në Prime, në Big Brother? Po aty në kushtet e izolimit janë gjërat cilat thua për shembull tani që kam bërë këtë si më shef nëna ime jashtë. Do më thënë mos, ndoshta thot po ky laertë, pse e bëri këtë budalla? Të ke kapetan burë, moje veti se ka po... Ajo, shiko, unë mbaj mend nëna ime më ka përqafuar kur jam nisë për Greqia, të përqafim mbaj mend. Ka qenë shumë e rept ndaj meje. Nëse kështë me ftu sonda e kështë përqafu? Kë ke ftuar? Po nëse kështë me ftu?